Përshëndetje Luis, ju jeni një trajner dhe personal trainer prej disa kohësh tashmë? Përshëndetje, faleminderit për ftesën mbi gjitha. Po, tashmë unë jam trajner për grupe dhe trajner individual, personal trainer për gjitha nivelet, për fëmijë, për femra, për çuna, për sportista që duan ta ndjekin si karrierë. Edhe kam thuajse një dekadë eksperiencë në fushën e trajnimeve. Ku ndryshon kickboxing nga sportet e tjera dhe kohët e fundit a ka ardhur duke u rritur në Shqipëri? Për fat të mirë, është rritur goxha si sport, sidomos vitet e fundit, pasi kemi parë edhe në rrjetet sociale që persona shumë të famshëm botror janë kthyer drejt sportit luftarak. Nuk do thotë që do ndjekin për karrierë, por e bëjnë për fitness, për antistres, për të mbajtur trupin në formë. Edhe unë jam shumë i kënaqur që njerëzit po kthehen tek sportet luftarak edhe po i provojnë të paktën. Se nuk do thotë që bën një sport luftarak, boxing, kickboxing apo më madh dhe duhet të luftosh me patjetër në ring apo në oktagon. E din, secili e bën për qef, disa bëjnë për antistres, për të kaluar kohën, për forma fizike, për objektiva të ndryshme. Cilat janë disa benefite që sjell ky sport? Nuk di nga ti listoj, nga ta filloj. E para është antistres, domethënë këtu e liron komplet energjinë negative dhe del i qetë nga palestra komplet. E dyta, format fizike vijnë jashtëzakonisht në shumë shpejt, dua të them, domethënë mund të jetë 1/5, 1/10 çdo lloj sporti tjetër që mund të bëjë njeriu. Po ashtu të rregullon posturën, rregullon qëndrimin, rregullon edukimin, është një sport shumë disiplinor, domethënë të bën që të kujdesesh për veten tënde dhe për njerëzit që ty të rrethojnë. Është gjithçka rreth disiplinës, nuk është ajo që shohim njerëzit thjesht grushta, shkelma, por është gjithçka për disiplinë. Do zgjohesh çdo ditë në të njëjtin orar, do bësh një të gjë, do shkosh në aktivitet fizik. Edhe kështu. A është e kushtueshme të merresh me kickbox dhe sa mund të shkojë një seancë ose në një muaj? Okej, tani po flasim për personat të cilën duan të stërviten individualisht, është e kushtueshme, të themi të vërtetën. Paktën me mua si trajner, pasi unë jap gjithçka në kujdesin e atyre. Por ka këto avantazhe që orari është fleksibël, mund të bëjmë në oraret ku ne të dy na përshtatet. Ndërsa me grupet është e përballueshme nga secili. Është më pak se një kafe në ditë të kujdesesh për veten tënde. Që do thotë kafen e pasdites mund ta bësh aktivitet fizik edhe do ndihesh më mirë me veten. Cilat grup mosha apo gjinie frekuentojnë më shumë si sport? Në fakt nuk i ndaj dot tamam, por që ne fillojmë nga mosha 4 vjeç deri në nuk ka limit derisa të ketë fuqi njeriu mund ta bëjë këtë sport. Por unë jam fokusuar shumë tek adoleshentët, duke filluar nga mosha 12 deri në 16-17 vjeç, sepse është mosha më delikate dhe ata kanë nevojë për kujdesje, mendoj më tepër dhe se fëmijët dhe se të rriturit. Pasi ato janë ardhmja dhe më duhet të kujdesem shumë për ata për t'ju dhënë një edukatë të caktuar, një disiplinë të caktuar. Ju thatë pak më parë se ky është një sport që të ndikon shumë dhe nga ana psikologjike. A veçoni ndonjë rast që dikujt mund të ketë ndryshuar jetën apo ta ketë nxjerrë nga gjendja e depresionit? Në fakt shumë. Do merrja veten time si shembullin e parë. Më ka shpëtuar jetën si sport pasi secili ka streset, ka angazhimet e tij, ka problemet e tij, qoftë familjare, qoftë personale dhe është e nevojshme që diku t'i çlirojë energjitë negative. Unë do thoja kickboxing, do e këshilloja gjithë të provojnë kickboxing, boxing apo domethënë martial arts në përgjithësi, sporte luftarake pasi janë shumë fantastike për çliruar stresin, por që do ju këshilloj njerëzit gjithashtu bëni sport, në sensin shkoni bëni një vrap të liçeni, mund të bësh litar, mund të bësh palestër, ka crossfit, ka shumë disiplina të ndryshme që njeriu mund të bëjë për antistres. Kjo është numër 1. Po, do ju këshilloj që të paktën bëni aktivitet fizik, sepse duke bërë aktivitet fizik, niveli i stresit tat ulet në maksimum. Sa i përket shereve që përgjithsisht adoleshentët, por jo vetëm bëjnë, ky sport i ndihmon që të vetëmbrohen apo u jep edhe zemër, le të themi në thonjza që të bëjnë edhe shere? Shiko, ka nga raste të ndryshme. Të themi të vërtetën, më kanë rastisur dhe raste që kanë ardhur për atë objektiv. Mund të jenë thojza bullizuar në shkollë, mund të jenë ngacmuar fizikisht nga një apo më shumë element në shkollë, në rrugë apo ku diun, edhe gjejnë atë besimin për të ardhur për të mësuar boxing, kickboxing, për të qenë një zot i vetës, për të vetë mbrojt veten. Shpesh herë edhe keq interpretohet, por kjo nuk do thotë që në momentin që një studenti im mund ta përdori sportin jashtë palestre, unë në mënyrë direkte duhet ta eliminoj nga palestra. Dikur e bëja këtë gjë, por kam kuptuar që roli im, pozicioni im është ta drejtoj atë në rrugën e mbar. Është shumë e lehtë që unë thjesht i them, ok, u bëre sherti jashtë palestre, hik tani. Po unë dua që ta mësoj, dua t'ju jap një shembull atyre. Praktikisht unë jam shembulli i parë i atyre dhe unë ja kam evituar gjithë jetën time dhe do ta evitoj sa të kem jetë që sporti nuk ngatrohet sporti me
me rrugën. Sporti është sport, por të ndihmon në vetbesimin, bën që ti as nuk do bullizosh njëri, por as nuk do lejosh dikën të bullizoje. Praktikisht je një njëri asnjanës, njëri që ke atë drejtimin tatë, të ndihmon për veten tatë mbi gjitha dhe nuk është se e shpreh në publik që unë jam kështu, unë bëj ashtu. A të bën më të fortë kjo sport, pra çunat që merren me këtë sport, a janë më të fortë? Realisht po, realisht. Konfidenca një boksieri, kickboksieri apo në MMA fighter është në ekstrem i lartë, praktikisht, sepse duke ditë si mund ta përshkruaj me fjalë të thjeshta, duke qenë i aftë fizikisht, duke mos pas frikë të bësh kombat, të përplasësh me dikë fizikisht, nuk është se, konfidenca jote është në ekstrem, konfidenca jote është shumë e lartë. Kjo nuk do të thotë që duhet përdoret për keq, gjithmonë për të dhënë një shembull më të mirë, por që po, fizikisht të ndërton, fizikisht do të thënë, niveli i besimit tatë është shumë më i lartë se një njeri tjetër që nuk merret me aktivitet. Ndoshta shumë më i lartë dhe se njerëzit që bëjnë aktivitet, sepse është sport kombat dhe ti ndihesh fizikisht apo mentalisht ndihesh më i fortë se sa njerëzit që ke përballë. Po për sa i përket vajzave, shumica vinë me idenë vetëm për ta bërë si sport apo dhe për tu vetë mbrojtur dhe nga ngacmimet apo sulmet që mund të ndodhin në rrugë? Nga të gjitha rastet, të themi vërtetën. Ka raste që unë kam disa goca që trajnoj në palestër, edhe janë raste të ndryshme, domethënë, që mund të jenë ngacmime në rrugë, mund të jenë bullizime në shkollë, mund të jenë depression. Femrat janë qenie shumë më emocionale se sa meshkujt dhe mendoj se kanë akoma më të nevojshme se sa meshkujt të shkarkojnë ato energjitë negative në një sport. Unë do ju këshilloja këtë sepse kjo me të vërtetë të ndihmon mentalisht. Por që për mendimin tim është shumë më nevojshme të dihet një femër të vetë mbrojtë se sa një mashkull, sepse është mandatori që të dihet të mbrojë veten në një situatë të panjohur. Minimumi që të bën si sport është që të bën të reagosh. Domethënë, shumicën në përgjithësi gocat kanë probleme qoftë edhe në makinë, nëse ndodh një problem në rrugë, kanë tendencë të shtangin ndaj një situate. Ky si sport të bën të reagosh. Nuk ja uroj kërkujt, shpesë më si ndodhi kujt. Por si sport të bën që ti të reagosh, që lloji problematike të bën të reagosh, atë ikësh, atë reagosh në moment apo të kthehesh, domethënë e gjen një zgjidhje të problematikës, nuk është se thjesht shtang. Pasur raste të vajzave që janë mbrojtur këtu tek palestra juaj? Tani nuk është një rast për ta përmendur, të them vërtetën, por një gocë rreth 13-14 vjeçare. Unë nuk e di objektivin sepse ajo ka nisur sportin, por te klasa e saj ishin diku te 3-4 moshatarë të saj të cilën e ngacmonin, është një vajzë shumë simpatike e vogël. Edhe ajo kishte vazhduar enka sportin thjesht për të mbrojtur nga këta 4 element. Por nuk e kishte folur gjën me mua në fillim. Thjesht një ditë pas 6 muaj që unë e servis atë vjet, më thotë profesor, dëgjoj, Rafa 4 çuna të shkolla, dhe unë shëngeca, sepse thash tani mendoj se po i tregoj, mos po i jap drejtimin e gabuar gocës. Edhe e interesova pak më tepër çka ka ndodhur, si ka ndodhur dhe ma shpjegoj që kam rreth 2 vite që unë vuaj nga me kanë fund në gjendje shumë të keqe mentale sepse më ngacmojnë, luajnë me duar njëra tjetër dhe mezi prita që unë t'ju kthehem atyre. Edhe i rahat te 4, 3 apo 4 mos gabojmë, po 3 është i sigurt, i rahat te shkolla dhe tani ndihem shumë më mirë, ndihem më konfidente, ndihem më gjitha. Ka një ran u stepa, sepse e din fillova thash me vete mos po i jap drejtimin e gabuar, mos po i mësoj në drejtimin e gabuar, por nga ana tjetër mu bë dhe, do të thënë, unë ndjeva mu bë shumë qefi sepse kuptova që ajo puna që unë po bëj një person e ndihmon praktikisht, sepse ajo kishte kohë që mbante me veten e saj si problematike, din. Por do doja dhe do i këshilloja çdo prind apo çdo femër, gocë, fëmijë të hapen me trajnerin e tyre, jo vetëm me mua, po me trajnerin e tyre të jenë shumë transparent, që unë e dua këtë sport sepse kam këtë problematik, sepse edhe trajneri do dije se si të trajtojë, din. Ju stërvisni këtu edhe boksierë që kanë dalë në Shqipëri por edhe jashtë. Mund ta përmendit disa? Po, ato kam kënaqësi shumë të madhe të kem në palestër elementet më të mirë që ka Shqipëria për momentin. Jam shumë krenar për këtë gjën. Do ta filloj kam një kickboksier që është element i ri sapo ka bërë ndeshje kundër një kickboksieri nga Serbia, të cilën e mbylli në raund të parë me knockout, quhet Sejdi Çekani. Numër 2 kam Luis Gjelena, është heavyweight boxer, është boksier i peshave të rënda në Shqipëri, më i miri që ka Shqipëria, edhe më i miri që ka pas ndonjëherë Shqipëria në peshat e rënda. E theksoj këtë gjë. Kam Christian Bejko, i cili është ish kampion Shqipërie për arsye se u shkëput nga sporti 2-3 vite për problemet e tij personale, por tani është rikthyer dhe me shpresë
do ta rinxjerrim përsëri kampion Shqipërie. Andi Tufa, kam Jurgen Çika, kampion absolut në sportin e mixed martial arts, në artet marciale të miksuara. Janë të paktën 10-12 sportista që kanë arritur më parë ose po arrin, janë në rrugën duke arritur diçka. Si do të jetë rutina e një boksieri dhe çfarë duhet kemi parasysh kur merremi me kickbox? Në fakt është pak e komplikuar kjo, sepse jo për çdo sportist funksionon në njëta dietë stërvitore, jo për çdo disiplinë funksionon në njëta gjë. Domethënë boksi me kickboxing ndryshojnë, kickboxing me MMA ndryshojnë. Por praktikisht sakrifica është e njëjtë, sepse do zgjohesh çdo ditë në të njëjtin orar, do hash të njëjtin ushqim, do ulesh në të njëjtën orë të flesh, do bësh të njëjtat orë gjumi. Janë sporte shumë, kush do ta ndjekë për karrierë është sakrificë shumë e madhe për ata që bëjnë këtë sport. Është me vërtet sakrificë e madhe. Praktikisht do sakrifikosh kohën e familjes tate, do sakrifikosh veten tate për të arritur diçka nesër pas nesër. Kërkon një dietë strikte, nuk ka të ushqyerit, sheqerna, këto budalliqe nuk ekzistojnë. Paktën në sportistat profesionistë. Se ke edhe një mesazh për gjithë ata njerëz që nuk merren me kickbox ose edhe një thirrje pse duhet i bashkohen këtij sporti? Faleminderit që më pyete këtë Biles. Unë gjej shumë edhe vërdall, ndoshta edhe nga familjarët e mi, sepse në mungesa e informacionit që në këtë përgjigje është që jo po çdo ajo të bëjë boksing, jo po çdo ai çat hyn punë, sepse mendojnë gjithë që kush bën këtë sport do futet te ringu dhe do luftojë. Jo, nuk është e tillë. Unë ju këshilloj pa përjashtim, duke vazhduar nga mosha 4 vjeç deri në sa të keni fuqi. Nuk do të përcaktoj një moshë eksakte, sepse nuk është me moshë eksakte, por nga 4 vjeç e lart do ju këshilloja që të paktën ta provonit një herë në jetë. Edhe nuk them që thjesht hajdeni te unë si trajner, hajde provojeni me mua, por ka të paktën 15 palestra që janë në kryeqytet, të cilat japin boxing, kickboxing, dhe ja u këshilloj me të vërtetë që secila nga këto palestra duhet të shkoni ta provoni të paktën një herë. Pastaj, nëse do gjeni veten, mund ta ndiqni si sport. Nëse nuk e gjeni veten aty, it's okay. Ka sporte të tjera që mund të provosh. Por të paktën ju këshilloj shumë fuqishëm që ta testoni. Nëse nuk e testoni, do jeni me atë idenë prapë jo po ç'e dua unë. Thjesht testojeni dhe pastaj do e kuptoni nga afër. Ju faleminderit juve.